Internetin? Po, internetin. Që telefoni keni lutë? Blackberry. Blackberry? Ka një problem, është kinez. Se zakonisht për që janë kinez dhe manisht kam probleme me... Ke shumë drejtë, fajde. Po, më falni, po oferta, pse ka skadu? Jo, nuk ka skaduar, thjesht kam pasë një problem në rjetë. Po kështu thoni gjithmonë ju. Okej, janë, sa përni? Nga teknikët tonë që brenda DNS-ë pra... Dhe më gjyre se talët se jemi një grup shokës gej këtu ne, që talët që... Mola pak më pala për konfigurim telefonit. Qa telefonë në kështë? Dizo, unë ela nga Kina, bleva telefoni li, vi këtu, nuk konfigurohet telefoni. Po mos e këtë telefon kene? Është originale po kene? Po, nga Kina, kinez. Problemi është që telefonat nuk janë original. Konfiguron vetëm manualisht në Tiranë banane apo në qytet? Po, unë ela nga Kina, vula emri çuni uli, vula emri goca splesa. Jam me letla, jam me dokumenta të leguta. Nuk di se nuk konfigurohet telefoni. Më të pyes fare për pjesëtarët e familjes. Merdi Nuk të mërë të gjendje civile, deko? Nuk e kuptoj. Shkote të Nuk e kuptoj më vlla. Pse nuk konfigurohet telefoni? U do konfigurohet telefoni. Teneti, do flas unë me kusullin e tim psjao. Zongu. Olangutangu. Këna fala, kanigë. Me mblona, më falni, unë jam doja të vija internetit celularit. Po tjede, ne japin numër tuaj të telefonit dhe modelit. Po ta të tuaj celular? Okej, unë jam kinez, nuk flas shumë mirë skip. Në është një kështu, Blackberry, po është kinez. Dini të flisni anglisht? Jo, unë kinez, di... Numëri juaj telefonit, cili është? Numëri i telefoni... Allora... 067 21 90 82 3. Çfarë modeli aparati është? Me këngjan, me Nokia? Jo, është kinez. Është Blackberry kinez. Në rregull. Do jetë shumë e vështirë konfigurimi, por ne do ju çojmë dy mesazhe. Si, më falë, sumë? Do jetë e vështirë ta lidhni me internetin. Jo, sa the, sumë nuk e dëgjova. Shumë e vështirë konfigurimi. Aha. Po pse mo, këtu sumë ketë, puna ketë, celulari ketë, të gjiva ketë të stipolia. Foli pak këti sokutim, se të flasë sip. Alo? Përshëndetje, se ky miku im është kinez. Po ka një nga ato telefonat shu kinez që janë me dy karta, ke parasysh? Por nga ana jonë, duke qenë se nga në aparate originale, është po thuhet se pamundur konfigurimi. Gjithsesi, ne do të dërgojmë dy mesazhe në këto momente, në të cilat mesazhi i parë do të jetë thjesht informat, pastaj do ta lexoni. Nëse ju vjen mesazhi i dytë, do ta hapni me kodin 1234 dhe do ta ruani në aparat. Shikoj, do ta hapësh me kodin 1234, 1234. 1234. Po se e ka problem që se do se ka një mikun e vet kënë kin që është gej, apo pra ne do me fol ky me atë në internet ku diun se çfarë bëjnë këto pra ne. Gej. Tash do të vi një mesazh, do të vi mesazhi i dytë 1234. Morë vesh ma? 1234. A morë vesh ma? Faleminderit, natën, faleminderit. Pronto, buonasera. Mi scusi, questo servizio anche in italiano? Io non parlo molto bene italiano, se puoi parlare inglese. Ma io so parlare solo in italiano perché sono un italiano che vivo qua a Tirana
Come posso fare per avere questo servizio in italiano? Non c'è Laura, non c'è un modo che fai questo servizio in italiano. Ah, non c'è un modo. Allora, ti passo un mio amico che lui parla anche inglese, può provare a parlare con lui. Grazie, grazie. Hello? How are you? I wanna how did I tell? Yeah, configure my asciugapane. Asciugapane. Internet. Internet? Yeah. Yeah, internet. Okay, Sorry, I didn't hear. what type of Type. of model phone do you have? LG, but it's Chinese version. I cannot configure the Chinese. Ma infatti sta dicendo questa troia, oh. You may go tomorrow at... È un semplice Ma come? telefonino. Ma i telefonini cinesi sono dovunque. Ma come mai? Hanno anche loro i loro diritti. Ma Cazzo. Sì, sì. Yeah. Sì, dica. Ok. Ma tu sai parlare in italiano, prego? Non parlo molto bene perché Poi giovanotto? è difficile per me. Vabbè, parla in inglese. Okay. We cannot configure the Chinese phone. If you live in Tirana, Yeah, I live in Tirana, Babru, if you know. you may go tomorrow at Bloku. Do you know where? Yeah, I drink coffee there. There are a lot of Albanian girls. There's Vodafone Shop Villa. And then Vodafone Shop Villa. configure, yes, Villa. Ma che villa sto dicendo? Lì vicino a Vogue, vero? Vicino alla torre di Sky Tower. You configure the phone, a manual. Phone, because it's mess. Con mano. A mano, dove? Nella villa? Ma dov'è? Ma come a mano? Vicino a Vogue? Giusto? Vicino a Metropolitan. Sì, Vogue Metropolitan, vicino al negozio di Vicino al Eagle. Buche Shop. Sì. Vicino a Giacova. Giacova. Va bene, grazie. Grazie. Salve. Buonasera. Doja konfiguruar pak internetin në celular. Qa telefoni ke? Më falë se jam pak stap, më falë lutem. Po këtë jonë qa telefoni shkë? Qa telefoni shkë më? U dëgjova në kar. O, kar, folë mirë. Nokia. Nokia është qa Nokia, më falë, Nokia është. Non se pesa. Alo. Non se pesa. Mirë dashnohet, po s'na duna së operator të Vodafonit, ja qifra ropë të më. Jo, mi mërëma. Faj, disha, nuk di, celulari jam, kam pas para 5 ditë 4.000 lek, nuk kam fol me askon, sot qof s'kisha asi lek në celular. Sa e ke numrin? Numrin 069, po pse nuk del numrin të dy? Deli numrin të pse? Po, ja për me nga ty, nuk a merë të ty aty. Edhe marrë ose se ti është kryo apo është numër tjetër? Një të thejtë është këtë numër që po flasë. Ky është ky. Pa më jak. Edhe, nuk di më vlla, a ka 7 tu, a s'ka 7. E vdi që këtë popër më bu. Ka lidhje shteti, kompani private Vodafone. Shafuma. Sa lek e pas? 4.000 lek. Kur e ke pas? Qa data e ke kontroluar për të fund? Me 5 nëntor 88. Kur? Me 5 nëntor 88. Ma balla, kjo është ditëlindja e qunit. Më fal, kjo është ditëlindja e qunit.